Të dashur miq, selam aleikum. Takojmë sot në datën 27 gusht 2026, si gjithmonë nga Malajzia. Po bëj një video të shkurtër, nga që bëra një video gjatë me Gjergj Thanasin, po ndoshta shumë prej jush edhe nuk e kanë parë. Dhe në ato video me Thanasin unë diskutoja se si kjo çështje e Fatmir Shehollit është duke u përdorur nga agjenturat në Ballkan dhe në veçanti hodha dyshimin që mbrapa çështjes së këtij Shenollit duket fare qartë që qëndron dora e Vlora Hysenaj dhe e regjimit të Edi Ramës. Pse qëndron Rama mbrapa çështjes së Fatmir Shehollit? Po mundohem që ta shpjegoj dhe kërkoj edhe ndihmën tuaj. E para, në rastin e Fatmir Shehollit thuhet që Fatmir Sheholli ka marrë lek nga bija serbe dhe këto lek i çoheshin Milaim Zekës. Pyetja numër 1 është pse nuk arrestohet Milaim Zeka, por arrestohet Fatmir Sheholli? E dyta, dhe gjëja që mua më shqetëson dhe që po e bëj këtë video mesazh shkurtër, nga që mi kanë bllokuar Facebookut ta legendat e Lleshit Zi duke më bërë raporte, dhe prandaj po detyrohem që ta bëj këtë video. Gjëja e dytë që duhet ndaj me juve është kjo. Letra që është hapur nëpër media dhe që po propagandohet me të madhe, sigur është një tekst top sekret, sipas të cilit Serbia pas ka bërë një projekt të madh për ndërtimin e xhamive dhe medreseve në Kosovë, për përdorimin e Maqedonisë, Bosnjës, Romëve, ciganëve, shqiptarët e Zvicrës, Gjermanisë, Belgjikës, për të bërë një revolucion islamik në Kosovë, në mënyrë që Kosova të duket Kandahar. Aman via serbe, sikur t'jetë e vërtet kjo, më bëj një telefon se unë do jemi pari që do ta bëj Kosovën Afganistan. Tani miq, përveç hajgares që po bëj me këta plerat që e kanë bërë këtë letër, nuk është bija serbe, urrejni serbët sa dush, por kjo nuk është bija serbe. Këtu përpara jush kam hapur këtë letër, domethënë që nga hapur mediave, ku ky analisti kosovar Ilir Deda, që ky e flet serbishten, duket e ka nonën e tij serbe, thotë që ky dokument nuk është nga bija serbe. Në analizën që bën Ilir Deda, thotë dikush thotë që e ka serbishten gjuhëntare, e kupton që këtë nuk e ka shkruar një serb. Kemi një përzierje të dialektikët të Ekavicës, nuk e di se çfarë janë këto. Ka gabime të rasat, parafjalët, renditja e fjalëve kohët. Për shembull, thotë Ilir Deda, dole na kosmet, nuk di serbisht, nuk di me lexu, por sipas Dedës të gjitha këto janë gabim. Janë të gjitha gabim, askush thotë që e ka serbishtën gjuhëntare nuk do t'i shkruante dhe të bënte kaq shumë gabime në bazën e gjuhës vet. Ky tekst më shumë duket si një përkrim i dobët në serbishte të dobët se sa tekst i shkruar në serbisht. Për mua autori apo autorët e këtij teksti duhet me mos të zbulohen në këtë aferën e spionazhit. Tani pse unë po e bëj këtë video? Unë jam duke kontaktuar shumë kosovar, domethënë gazetarë në Kosovë, sa po fola me atë Sadri Merin, edhe me një dy tjerë, dhe i apeloj edhe gazetarëve tjerë të Kosovës, kam një lutje për ju. Please, ju që punoni në për redaksi, më tregoni kush e ka përhapur këtë letër. Tani, kjo letër është fake. Tani, çfarë dua unë të tregoj me këtë video të shkurtër që po bëj? Për juve që ndiqni videot e mia në internet, ju besoj e keni parë se çfarë ka bërë regjimi i Ramës në këto javët e fundit. Regjimi i Ramës, sigur ju e dini, është në panik, ka punësuar kosovar, njerëz që nga Vlora Hysenaj te Albatros Rexhaj
Drizan Shale të tjerë, ku të gjitha persona janë duke shtyr iden që ka një rrezik islamik që po na vjen nga Kosova dhe nga Maqedonia, dhe këta islamikët që bashkëpunojnë me këta komunistët e Arlind Qorrit duan të rrëzojnë Ramën dhe të godasin Izraelin. Ju besoj keni parë videot e mia, analizat që unë i kam bërë letrës që shishi i Vlora Hysenajt përhapi kundër komandant Dritan Hoxhës me rastin e protestës që po ndodhin në Tiranë. U manipulua një dokument, u shkruhet me një toskërishte ignorante, dhe me një, ishte shkruar në toskërisht, por presupozohet sigurisht ishte shkruar një nga këta komandantët e UÇK-s që sulmoi Dritan Hoxhaj. Në atë kohë unë edhe shumë analistë tjerë i bëm analizë kësaj letër që nxori, me sa unë kuptoj, shishi Vlora Hysenajt nëpërmjet zagarve që zagarve kosovarë, duhet ta sqarojmë që Rama ka, nga që nuk i zë bes shqiptarëve, ka punësuar shumë maskarej kosovarë të cilët i përdor kundër shqiptarëve. Dhe dalim dhe atëherë ne treguam që letra që ishte bërë, që aludoi sigurisht që shkruar nga një komandant i UÇK-s kundër Dritan Hoxhaj, ku Dritan Hoxhaj nuk ka luftuar me UÇK-n, ishte falso. Tani dalim te kjo letra që është bërë tani dhe i atribuohet, sikur thuhet, ja kapëm në telefon Fatmir Shahollit. Kjo letër po merret me të madhe nga zarët e Ramës, që nga mercenarët që Rama mban me lek në Tiranë, që nga Vlora Hysenaj e tjerë. Albatros Rexha e kishte shpërndar me të madhe këtë shkrimin e këtij Drizan Shalës, e po përdoren këta zagarët kosovarë, prap kemi një ushtri kosovarësh, nga ku dëgjon ku jeton ky, jeton në Banja Luka, në Prishtinë ku jeton ky Drizani, deri tek këta kosovarët që rrin me kurva në Tiranë, që po përdoren dhe shtyn të iden sikur Serbia po bën një projekt që do ta kthej Kosovën në Kandahar. Tani, pyetja ime për juve që më ndiqni, nga që më kanë bllokuar Facebookut lahterat e Lleshit Zi, është kjo. Please më ndihmoni, dua të gjej kush është personi që këtë letrën që presupozohet që është nga ky Fatmir Shaholli, letër e cila presupozon që të jetë nga bija serbe, ku bija serbe do të islamizoj Kosovën, ama bija serbe ku i emër, më bëm më miftit Kosovës, se po se bëra Pakistan, mos më thënëshin. Dhe miq, pra përveç hajgare që po bëj me bija serbe, është please, ju që punoni në për media në Kosovë, në për redaksi, kontaktoni gazetar, pyetini, ku e gjetën këtë letër. Sepse dyshimi im është që kjo letër ka ardhur nga regjimi i Ramës në Tiranë, nga sirtarët e Vlora Hysenajt, apo ndonjë idiot tjetër, ose mund të ketë ardhur nga grupi Deçanit. Kjo është një letër e lik, kjo është një letër që do të nxjisë urrëtie dhe luftë civile në Kosovë. Po ku që shërben kjo letër? Sikur thot Jezu Krishti, pema gjykohet nga frytet e saj. Rama ja ka mbushur mendjen Vlora Hysenaj, ndoshta edhe Mossadi izraelit, sigur ja mbushën edhe Trumpit, që rreziku vjen nga Islami dhe nga kosovarët. Rama ka shpall non grata shqiptarët të Kosovës, Maqedonisë, hoxhallar, politikan, ka sulmuar Haptazi, Albin Kurtin, vetëvendosjen, financon fushat kundër qeverisë Kosovës, dhe kjo dihet, dhe ka akuzuar islamistët që janë aty në protest, ka akuzuar Iranin, Dritan Hoxhën e tjerë e tjerë, dhe unë këtë letër e shoh si një ndërhyrje të spionazhit të Ramës në Kosovë për të krijuar sa më shumë presion. Pra, unë nuk është që po e mbroj këtë Fatmir Shahollin, unë nuk e di kush është ai, mund të jetë njëri i keq, njëri i mirë, që për vetë, po Fatmir Shaholli po përdoret si kokë turku. Unë dua të zbuloj kush e ka lëshuar këtë letër. Prandaj ju lutem më kontaktoni nëse dini diçka, nga që do bëjmë nomin derisa ta marrim vesh se kush e ka botuar këtë letër dhe kush qëndron brenda kësaj. Faleminderit, selam aleikum.